Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në dita mënesi gjithmonë në DTV Media. E sot do të flasim për artin e shkrimit, si të na vush shpirtin, ndoshta çdo ditë çdo poezi që tregem, dhe pikërisht për të diskutuar këtë temë kam derën ta kem sot studio shkrimtaren Drita Kusumi Syra. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Përshëndetje, kënaqësia është e imja. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që keni gjetë kohë, në fakt, për të marrë parasysh orarin tuaj. Goxha kështu mbushur me aktivitete, po ashtu edhe me gjithë këta libra, këtë që i kemi në tavolinë. Si ka filluar shkrimi? Si ka filluar dëshira për me shkru? Unë nuk kam ndonjë datë apo ndonjë vit të caktuar kur kam filluar të shkruaj, sepse unë jam lindur me poezinë, ne jemi rrit bashk. Andaj poezia flen në shpirtin tim dhe ne krijuesit përpiqemi e mundohemi që çdo ditë të shkruajmë, të marrim tema të ndryshme, sidomos ato për fëmijë, sepse aty e gjejmë çiltërsinë dhe pastërtinë më të madhe të shpirtit. Shkruajmë edhe për të rritur, sepse jeta është frymëzim, jeta është me përjetime të ndryshme dhe vetë jeta është një tekst i madh që duhet shkruar e lexuar çdo ditë. Unë deri më tani kam botuar këto vëllime, por nuk rënohem me këto vëllime, sepse nuk e bëj për emër, dua të jemi dobishme dhe të lë gjurmë më të thella për gjeneratat që do të vinë. Ju sfumi po ashtu keni fituar edhe një çmim pikërisht për to vëllime me një poezi. A mundi me na tregu më shumë për to? Po, unë dje në orar të punës më jeti në email një lajm dhe një njoftim, dhe sa po e hapa e pash aty një numër telefoni ku më thotë zonja Drita, të lutem më kontakton në këtë numër. Dhe pasi e hapa emailin e mora numrin, e regjistrova dhe e thira, e thanë se jemi nga komuna e Drenasit, atje kam konkuruar me një poezi si të ndoshta një 10 ditë më herët. Mirë, po për shkak të orarit të punës nuk mund të jem aktive në të gjitha aktivitetet që mbahen, dhe më lajmëruan se aty kam marrë vendin e tretë. Kjo më bëri të ndihem shumë mirë, sepse unë pasi nuk kam marrë pjesë aty, nuk e ka ditë askush se e kujt është poezia, kanë qenë me shifër, pra aty është vlerësuar arti e jo personi. Atëherë nëse keni dëshirë, mundem me lexuar poezi e cila me të vërtetë ju ka vënë mundi mirë ditën e djeshme. Po, sigurisht, kjo është ndjesia më e mirë, pra si që thash më herët, kur aty nuk jemi dhe vlerësohet arti. Poezia titullohet Gënjeshtra ka vetëm një emër. Gënjeshtra ka vetëm një emër, por mira fytyra mban. Ajo buzëqesh si dritë rreme, e herë si hije që shpirtin e vran. Ajo vjen pa e pritur, troket në derë si mikin ngusht, të ledhaton me fjalë të ëmbla, por brenda fsheh një dimër të egër. Gënjeshtra kërkon errësirën, kërkon fronin mbi dërgjegje, por një ditë bie, si gjethe e vyshkur, kur fryn era e së drejtës. Ajo ka vetëm një emër, gënjeshtër, dhe sadomas ka të vesh mbi fytyrë, e vërteta si diellin dritshëm, e shvesh lakuriq në çdo stinë. Pra, kjo është poezia fituese e çmimit të tretë në takimet e Ymer Elshanit Drenas. Unë e falenderoj jurin, i falenderoj të gjitha ata që nuk e di përbes kush kanë qenë, por kjo më bëri të ndihem mjaft mirë. Dhe kur jemi tek ky çmim apo mirënjohje, tash s'po di cila derisa të shkoj të sot ta marr. Unë jam e nderuar edhe me shumë mirënjohje, me shumë falenderime, çmime, certifikata të ndryshme nga, për shembull, nga shoqata në Kanadë, nga shoqata e krijuesve shqiptar në Gjermani, nga Papa Klementi IX Suedi, nga Lidhja e Shkrimtarëve Dega e komunës Dega në Podujev, në Viti. Jam e nderuar në të gjitha rajonet po them të Kosovës, dhe kjo është një shtytje, është një motivim për të vazhduar më tutje. Po, pikërisht, sepse edhe po njihet, edhe po vlerësohet, bën mundi mirë. Po, mu është mirë me cek edhe një diçka reale, më vjen mirë që tani edhe mediat janë pranë aktiviteteve letrare, pra pranë komunitetit letrar, sepse kjo më herët i ka munguar kësaj kategorie. Tani më vjen mirë që edhe gjatë promovimeve të ndryshme
i shoh mediat, jo një, por shoh 2-3 dhe kjo është e mirë, sepse është mundësi e lehtë për të shpalosur vlerat e një krijuesi apo krijuese më gjithësisht të lexuesit. Pra, keni pa që është rritur vlerësimi i letërsisë përgjithësi në Kosovë viteve të fundit? Letërsia në Kosovë ka një rrugë të mbarë. Me që unë punoj në shtëpinë botuese Elina Grafik, vlen të përmendet si them një kënaqësi e rritjes së krijuesve. Aty kemi shumë krijues, po sidomos ne i nderojmë dhe veçojmë më shumë krijuesit e vegjël, pra të rinjet, sidomos fëmijët. Dhe kjo është një ndjesi e mirë, lexues nuk e di, të them të drejtën, nuk ka dhe që jemi të kënaqur as shumë sepse leximi ka rënë, kjo vret edhe në për shkolla. Mirë, po nëse ata dojnë të lexojnë, kanë çfarë të marrin, i kanë të gjitha temat, i kanë të gjitha mundësitë, vetëm dëshira shpresoj të mos mungoj. Pse mendoni që ka ajo dëshira për të lexuar? Unë mendoj se, për shembull, gjenerata ime ne jemi rrit me libra, e tani është kohë e digitalizmit, pra lexohet në kompjuter, ndoshta mirë, po nuk është sikur kur e lexon librin, sikur lexon në kompjuter. Unë mendoj se në libër mbahen mend më shumë ajo çka shkruan atë. Kështu mendoj unë, ndoshta jam gabim. Dhe është një ndjesi ndryshe kur po, është krejt strukturë tjetër. Unë mendoj se për këtë arsye ka rënë niveli i leximit. Për shembull, kur kemi promovimet e librave, kemi mjaft pjesëmarrës dhe të gjithë janë të interesuar të marrin libra. Mirë, po sa i lexojnë, nuk e dim. Ne gjithmonë kemi shpresën që libri bie në duar të duhura, në duar të lexuesve, ata që e duan artin, ata që e kuptojnë poezinë, apo romanin, prozën e kështu me radhë. Për cilat tema kryesisht ju shkruani? Unë penën time mundohem të ndriçoj në pjedestalin më të lartë dëshmorët e lirisë, të gjithë ata që dhanë jetën dhe sakrifikuan jetën për këtë liri që sot ne e gëzojmë. Pastaj shkruajmë për nënat, shkruajmë për vlerat e jetës, shkruajmë për fëmijët, sidomos lufta jonë e fundit, e cila është histori e lavdishme, kemi për çfarë të marrim, për çfarë të shkruajmë, për çfarë temash. Dhe ne jemi kudo, pranë dëshmorëve, pranë nënave të dëshmorëve, përpiqemi që sa më lart të ngrejmë idealet e tyre që falë tyre tani sot ne gëzojmë lirinë dhe kemi mundësi të shpalojmë secili atë çka i flen në zemër. Sa është vështirë me shkru për të tema, ndoshta kaq sensitive, sepse duket se duam normalisht t'ja bëjmë atë të drejtën, pra ti shpalosim në mënyrën më të mirë. Unë mendoj se misioni më i vështirë është të shkruash, sepse nga shkrimet tuaja mësojnë të tjerët. Dhe jeta e një dëshmori, për shembull, duhet të shkruar, por duhet të rishikuar shumë herë që ta vëmë në pikën më të lartë të vlerës. Sepse asgjë nuk mund të bëjmë ne sa ata kanë merituar. Edhe pse ne përpiqemi të shkruajmë, por asnjëherë nuk është e mjaftueshme. Pra ne jemi gjithmonë në këtë rrugtim të dëshmorëve, të veteranëve, të gjithë atyre, pra siç thash më herët, që kanë sakrifikuar jetën për lirinë e popullit tonë. Ne i çmojmë vlerat e tyre, secili në mënyrën e vet, dhe lavdi për të gjithë ata. Atëherë ju shkruani edhe për fëmijë, poezi të ndryshme, pra si është ajo të hysh në botën e fëmijëve dhe më shkru për ta? Zhanri për të shkruar për fëmijë është më i vështiri, sepse të shkruash për fëmijë duhet të thellohesh në botën e fëmijërisë. Duhet të i kthejmë për shembull fëmijërisë sonë, lojrave tona, gëzimeve tona, hapave të parë të shkollimit, mësuesit, angazhimit të nënave tona, që atëherë kanë pas kushtet më të vështira, kanë pas fëmijë shumë dhe është dashur me secilin të merret. Për shembull, unë shkronjat e para, përveç ndihmës së mësuesit, kuptohet, i kam marrë edhe nga nëna ime Adilja e ndjera tani, dhe ajo ka pas përkushtim me gjithë shpirt që ne të fillojmë rrugën e dijes me sukses. Dhe e ka arrit atë qëllim, ne kemi mësuar të gjithë,
Për shembull, klasa ime ka qenë më e dalluara në shkollë. Unë nuk kam qenë vetëm nxënëse e shkëlqyeshme, kanë qenë edhe krejt klasa në përgjithësi. Po ashtu kam qenë nxënëse e dalluar edhe në shkollën e mesme, në fakultet, dhe kam marrë deri tek kjo që jam sot. Mirë po, kur jemi këtu tek sukseset, nëse mund të themi se jam e suksesshme deri më sot, nuk është vetëm merite imja. Është merite e familjes sime, merite pakushtëzuar, të cilat ata më kanë mbrojt, më kanë ndihmuar, më kanë përkra në çdo aspekt, e sidomos në artin tim letrar. Unë qysh e vogël kam qenë e dalluar në lexim, në recitime, në role, dhe më kujtohet në shkollën e mesme në vitin e parë, isha pak me grep e ftohur, dhe mora leje nga profesori Qazim Hoxha, thash se nuk po mundem të qëndroj, dhe ai më kthen, Drita, pa ty ora efekt nuk ka. Dhe u dash të qëndroj deri në fund, dhe kur kam lexuar, të gjithë klasa më kanë dëgjuar me shumë vëmendje, me shumë dashuri. Pra po e ceku edhe njëherë, nuk kam qenë vetëm unë e dalluar, atëherë kemi mësuar të gjithë, kemi pas të gjithë misionin e shenjtë të mësojmë e të lexojmë aq sa mundemi. Pra ju e keni jetësu dëshirën po ashtu edhe të nënës, që Sigurisht, po. në mri edhe po besoj që i ke ju bën juve shumë krenare dhe ato e keni vu krenare. Jam krenare unë spari me familjen time, pastaj ata sigurisht po të ishin gjallë do të krenoheshin edhe me të arriturat tona. Mirë po të gjitha këto suksese janë falë mundit të tyre, sakrificës të tyre, si që thash edhe në më herët, ata nuk i kam pas kushtet që tani ne i kemi, mirë po asgjë nuk na ka munguar. Babaj është kujdes për secilën libër, për fletore, për gjitha këto, i kemi pas të gjitha. Tani ka me ballëk, ka libra, ka gjithë shkat mjaftueshme, vetëm, si që e ceka edhe më herët, të mos mungoj vullneti i lexueshmërisë. Tashmë e përmendëm që është epoka e digitalizimit, është pak më vështirë, ndoshta me kap librin dhe me lexu për çfarë, siç mundem me thonë, po pikërisht kjo do të me fillu me ndryshime me ndodhë tek shkollat. Mira së mirës është që të lexohet, edhe në mënyrë digjitale, edhe në mënyrë direkte, pra me libra. Po, unë kam përsipër edhe këtu ku punoj, kam 2 gjenerata që e bëjnë praktikën tek ne, pra në libërlidhje. E shoh se një numër është interesuar të punoj, e disa janë shumë pak të interesuar. Unë besoj që u flas sikur të ishin fëmijët e mi, sepse nëse nuk i marrim ashtu fëmijët, nuk do të kemi sukses tek ata. Dhe unë ju flas se çdo gjë mund të arrini, por koha e mësimit është kohë e caktuar. Është kohë e artë tani që jeni në rini dhe truri është më i kthjellët, është më i njom. Mirë po me disa ndahem e kënaqur, me disa pak më jo. Mirë po ne punojmë vazhdimisht edhe me mësuesit, profesorët, edhe ana jonë këndej dhe besoj se do ta kemi një rezultat të mirë. Po pikërisht sepse puna e bën vetën. Sigurisht. Ndoshta një person inspiron dikë tjetër, atëherë bën 2, 3, 4 dhe fillon më bëni ndryshim. Sigurisht në këtë drejtim ne duhet ta marrim si obligim moral, pikë së pari, që secili të japim më të mirën e mësimit, pa dallim. Unë të thash se fëmia është edhe ashtu siç e merr, sepse unë kam aty disa nuk po them problema, po hiperaktiv. Ndoshta një karakter pak më të gjallë. Mirë po, ata të gjithë më duan shumë, kanë shumë respekt për mua. Unë bashkë me kolegët e mi e marrim këtë dhe i mësojmë, i përgatisim që nesër të jenë kuadro shumë të mira në profilin që ata e kanë zgjedhur vetë. Doja të rikthej edhe një herë tek librat, sepse kemi këtu me bollok. A mundesh me veçu ndoshta një libër i cili të kalon ty mbresa më të mirat? Mendon krijimtarja ime? Po. Secili autor mendon për veprën e tij se është një kryevepër. Edhe unë mendoj kështu, mirë po kur e kam botuar librin e parë, Vargja do t'i pres, kam menduar se nuk do të kem gëzim më të madh. Por e kisha pas gabim. Secili libër e ka gëzimin e vet të veçantë.
Tani unë jam duke punuar edhe në 3 projekte. Projektin e parë e kam për fëmijë, një projekt shumë i dashur. Projekti i dytë është për të rritur, ndërsa projekti i tretë është ajo që unë do ta veçoja në krijimtarinë time si kryevepër. Ka 2 vite që punoj në këtë projekt, pra bëhet fjalë për monografinë e familjes sime, e familjes së Kosumëve. Dhe ndihem shumë e lumtur dhe besoj që shpejti do të dalë në dritë botimi. Dhe kur jemi të kjo monografi, unë pa humbur kohë falenderoj të gjithë familjen time, të gjithë pa asnjë pyetje janë në gjendje të më ndihmojnë në rrëfimet e tyre, në fotografitë e tyre që janë të vjetra, që libri të jetë sa më i përmbushur dhe të jetë i kompletuar. Falenderoj 2 kushërinjtë e mi, Arif Kosumin dhe Arjan Kosumin, të cilët jetojnë në Mërgat, dhe ata më kanë thënë se mos mendo për kostën e librit, ti vetëm puno. Dhe kjo më ka dhënë një motivim të them edhe më të madh, sepse libri tek ne ka një kosto dhe nuk ndihmohet nga shteti ynë, është fatkeqësi. Dhe jam duke punuar në këtë projekt. Besoj që kësaj vere do të dalë me këtë projekt, sepse kam dëshirë që të bëhemi bashkë edhe me diasporën, të gjithë familjarët që i kemi atje, dhe ta bëjmë kështu një bashkim familjar apo një fest, të them më mirë, pra fest e librit. Jam duke punuar shumë në të, unë si nënë, si grua, si bashkëshorte, është pak vështirë të jesh femër krijuese, sepse do të sfidosh shumë gjëra. Mirë po e gjej kohën prap, e gjej. Kjo është mbështetja edhe bashkëshortit tim në Zirit, 2 djemve rinonit të ardit, që unë për shembull kur hyj në shtëpi, hyj me atë vrullin, sot do të punoj për shembull këtë temë apo atë temë, edhe ata më thonë ti vetëm puno. Po. Dhe kjo më mban, po në rend të parë, sepse përmendet. Gratë përgjithësi kanë disa goxha do obligime të cilat krijimi ndoshta është pak më vështirë dhe me gjithë kohën është pak më vështirë, por kur e kemi atë që duam, atëherë po kur e kemi mbështetjen, kur e kemi përkrahjen, natyrisht se nuk mungon as vullneti. Sepse është dëshira për të realizuar një projekt 2, 3 apo sa e kemi në plan. Mirë po pa mbështetjen e familjes, si për shembull kjo monografia e Kosumëve, pa mbështetjen e mbar familjes Kosumit, të cilët i përshëndes kudo që janë, mendoj se ky projekt nuk do të realizohej, sepse unë nuk e mbaj mend kohën e gjyshit, domethënë ngjarjet e tij, trimëritë e tyre, guximin e tyre, dhe të gjitha këto jam duke i marrë përmes të dhënave të familjes, që thash edhe më herë, ata më thonë fara mos shko te Ibrahimi te vëllai, po e jam këtu drejt tek ne. Domethënë të gjithë po e presim me gëzim këtë monografi dhe kjo do të jetë kryevepra e krijimtarisë sime. Besoni ajo, nëse edhe më asnjëherë nëse nuk do të mund të shkruaj, unë jam e përmbushur me këtë monografi. Dhe falenderoj Zotin që gjithçka po shkon mirë, po shkon mbar. Tani po presim hap pas hapit që kjo të del në dritë. Po ashtu do të jetë edhe kështu një mbledhje, një lloj feste që përmendëm, dhe mbledhet e gjithë familja, feston për diçka. Po, gjithmonë libri e ka edhe këtë anën tjetër, përveç që shpalosim vlerat letrare, ne njihemi edhe me, për shembull, edhe me miq të tjerë, ja si kjo tani që edhe na bashkon me mbar familjen, pra me të gjitha motrat tona që s'jemi parë me vite, sepse Gyrbeti e ka atë punën e vet, e ka largësinë e vet. Dhe kjo është një kohë që të gjithë po e presim me padurim. Atëherë unë të doja që ju të na lexoni edhe disa poezi tjera, të cilat juve ju pëlqejnë, ndoshta do mendoni se janë korrekte për mi lexuar këtu sa në studio. Patjetër, me kënaqësi. Po e marr një poezi nga libri im i parë. Pra, të gjithë titujt e librave të mi, botimeve të mia, kanë një qëllim. E kanë ta forcojmë dhe ta duam gjuhën shqipe, pra gjuhën tonë. Titujt e të gjitha veprave të mia kanë për qëllim paqen, dashurinë, mirëkuptimin, besimin, tolerancën mes njëri tjetrit. Prandaj unë do të filloj të lexoj poezinë gjuha shqipe, me që se më fle në zemër. Të gjithë krijuesit mendoj që krijimtarinë e tyre fillojnë me 3 gjëra, me 3 tituj.
Njëra është për nënën, njëra për dashurinë dhe treta është për gjuhën tonë amtare, për gjuhën e lashtë lire. Prandaj e dëgjojmë. Gjuha shqipe. S'ka më e bukur se gjuha ime, është e ëmbël, frymë shpirtërore. Dallgët e saj ku na hedhin, krenarisht e flasim prore. E bekuar gjuhë e fishtës, legjërim zogjsh në pranverë. Si ylber me ngjyra të arta, shkronja shqipe flakrojnë në erë. Në urat i dhash vetës të më shirohemi në një shpirt, tosk e geg e gjerm brevez, të qajmë e të qeshim Shqip për ditë. Pra kjo është një nga poezitë e gjuhës shqipe kushtuar. Mund të lexoj edhe për shembull lirika vallëzojnë me ritë. Pikërisht edhe titujt janë ata që ndoshta du ta gjejmë si të vinë ty titujt. Po, ja Qamu titulli e një libri, sepse po ashtu titulli çdo vjeçë, mund të jetë më ndryshe, pra mund të jetë velat, por a gjejnë ndoshta inspirimin tek një vjeçë e cila e dalloni për gjithë librin apo si? Ne me krijuesit inspirimin e gjejmë të them në vlerat më të rëndësishme që janë për jetë, për shembull familja, për shembull tek gjuha, tek e kalura jonë e lavdishme. Mirë po, frymëzimin na gjen neve, po ashtu edhe pranë dëshmorëve, pranë shkollave, tek mësuesit, tek nënat, tek çdo gjë që tek të gjitha përjetimet tona. Dhe tani do të dëgjojmë poezinë Gruaja. Gruaja që është shenja më e fortë në rrozullin toksor, kështu mendoj unë. Pajtohem plotësisht. Faleminderit. Gruaja. Bukuria e diellit dritë e kurdisur, për botën angjëllore. Vale, qete, detit të trazuar, krua për etjet e mbrëmjeve. Hënë që të vë në gjumë, gëzime me erë trëndafili, pasqyr e yjeve, ka aromën e mrekullive, në misteret e diellit, ikon e nyjeve të shpirtit. Pra gjithë shka po kuptohet nga kjo poezi, që gruaja është themeli i shtëpisë, po ashtu edhe i shoqërisë. Gruaja gjithmonë ka pas guxim të sjellë të reja në shoqëri. Pavarësisht sfidave të saj, ne i arrijmë qëllimit dhe projektojmë atë që duam dhe e bëjmë më të mirën për secilin. Mundem me thonë që jemi kështu si superhero në e gratë. Është të vërtet. Ne jemi shumë të forta, jemi shumë të guximshme dhe nuk ndalemi në idealet tona. Pra, gjithçka që e bëjmë për të mirën e shoqërisë, duke u filluar nga familja, nga fëmijët, nga shoqëria, e kështu me radhë. Atëherë për në fund, si do të ishte mesazhi i cili do t'ja japje gjithë autorëve të rinj që ndoshta e kanë dëshirën për me fillu me shkru dhe ndoshta nuk e kanë atë guximin, nuk e dinë se si do t'ishte kështu. Kjo është një pyetje me vend. Unë si krijuese mund të them për lexuesit, për krijuesit e rinj që të marrin guxim dhe gjithmonë para vetes ta kenë fjalën guxo. Nëse realizojnë guximin, atëherë edhe puna do të jetë e suksesshme. Nuk ka asgjë për të ngelur mbrapa, gjithçka duhet vazhduar me hapa të sigurt. Edhe nëse nuk kemi mbështetjen e duhur, prapë një person mund t'ja dalë kur nuk i mungon dëshira, vullneti, dashuria. Gjithçka që fillojmë, duhet të fillojmë me dashuri. Dashuria është shumë dimensionale dhe ajo na bën të plotësohemi në çdo vend, në çdo aspekt, në çdo projekt. Prandaj me dashuri duhet të fillojmë çdo gjë dhe dashuria na sjell paqe shpirtërore me të gjithë njerëzit në botë. A mund të themi se dashuria është njëra ndoshta nga 3-4 veçoritë që do të patjetër me pas një shkrimtar? Unë të thash që dashuria për krijimtari është e veçantë, dashuria për aspektet e tjera, pra dashuria është shumë dimensionale dhe çdo gjë që fillohet me dashuri është e pastër si loti dhe patjetër që ajo do të shkëlqejë, ajo do të jetë punë hyjnore. Pastaj e kemi edhe vullnetin për me vazhdu ndoshta pavarësisht atyre vështirësive që mundemi pas rrugës. Sigurisht, të gjitha këto janë të mundshme, pra vetëm duhet guxim,
drejtësi dhe këto të dyja kur bashkohen, çdo gjë realizohet për mrekulli. Atëherë, faleminderit shumë që ishit sot në studio dhe na nderuat me prezencën tuaj. Është kënaqësia ime, shpresoj se do të shihemi përsëri me botimin e monografisë, dhe aty do të kemi rast të shpalosim edhe më në gjerësi monografinë e kostumeve. Faleminderit juve, isha nderuar që isha pranë një vajze kaq të zgjuar dhe të bukur, siç janë bukuroshet dardane. Faleminderit. Dhe ju faleminderit tani. Dashur shikues, kaq kishim për sot. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës. Mirupafshim.